Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sonte me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush në fakt një kuriozitet që na mahniti të gjithë dhe jemi shokuar të gjithë me një fantazmë që u bë shumë virale kohët e fundit duke u shfaqur në qytetin e Prishtinës. U quajt si fantazma e Prishtinës. Normalisht prishtinasit dhe të gjithë shqiptarët filluan që të trëmben se nga ku vjen kjo fantazm, do me thënë një qenie që vinte me këmbët të dhisë, nëse nuk jam gabim, dhe vinte me një trup njeriu, ku në fytyrë ishte krejtësisht i bardhë. Fillimisht, normalisht, ishte aq e besueshme sa që filluam të gjithë të trëmbemi se për çfarë qenie bëhet fjalë, dhe pyetja që në fakt bëheshte tek të gjithë komentuesit apo tek të gjithë shqiptarët ishte kjo: a jemi drejt fundit të universit ku ne jetojmë? A jemi drejt fundit të kësaj bote? Të gjithë të trëmbur filluam që të investigojmë, le të themi u bëm detektiv të kësaj fantazmës. E shikonim në për destinacione të ndryshme, e shikonim në për lagje shumë luksoze dhe në për lagje shumë të veçanta të Prishtinës, që qytetarët të cilët jetonin në këtë lagje filluan që të shqetësohen, të paktën gjenerata e 30 e sipër. Por çfarë në të vërtet ishte fantazma dhe nga ku erdhi kjo fantazm? Çfarë simbolizoi kjo fantazm dhe pse u ngrit edhe policia e shtetit për ta kërkuar këtë fantazm? Domethënë është fenomeni që në fakt ka çmendur rrjetet sociale. Tani, pas të gjitha investigimeve që u bën, domethënë fuqia e të gjithë investigatorëve që merren me këto punë, arritën të kuptojnë që fantazma nuk ishte diçka reale, edhe pse dukej shumë e vërtet, edhe pse dukej sikur e kishim në rrugë, sikur e kishim në lagje, sikur e kishim brenda shtëpisë, por ishte një diçka, ishte një figurë, le ta themi, e krijuar me inteligjencën artificiale. Do me thënë, në ditën ku ne jetojmë, inteligjenca artificiale ka arritur deri në këtë nivelin që të krijon edhe një fantazm që tek shqiptarët erdhi shumë reale, erdhi shumë e vërtetë, sa që krijoi në fakt një frikë jashtëzakonisht të madhe. Por çfarë ndodh me këtë fantazm? Imazhi krijuar me inteligjencën artificiale, i njohur në rrjetet sociale si fantazma e Prishtinës, ka shkaktuar konfuzion dhe reagime të shumta tek qytetarët, pasi që Prishtina ka qenë qyteti në të cilin në fakt fantazma ka qenë më dominante. Më pas, domethënë pasi u zbulua sekreti dhe e vërteta, doli që fantazmat e ikte edhe në Tiranë apo në Shkup dhe nëpër qytetet e tjera. Lidhur me çështjen është pyetur policia e Kosovës, e cila ka bërë të ditur se deri më tani nuk ka pranuar asnjë ankesë apo informatë zyrtare nga qytetarë në lidhje me këtë rast. Por investigimet, janë bërë pikërisht nga policia e Kosovës, që ka arritur ta kuptojë që domethënë është bërë një fantazmë me inteligjencën artificiale nga një djalë i thjeshtë, i cili është, le të themi, një editorial shumë i fortë në TikTok apo në për platformat e tjera digjitale. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e kryeqytetit, Enis Plana, ka deklaruar se policia mbetet e përkushtuar të ruajë rendin dhe sigurinë publike dhe gjithmonë është e hapur për bashkëpunimin me qytetarët. Ai ka shtuar se policia inkurajon qytetarët që të raportojnë çdo shqetësim të mundshëm apo dyshim dhe ka garantuar se çdo informacion do të trajtohet me shumë seriozitet. Me thënë, pa marrë parasysh që unë mendoj që ne tashmë jetojmë në dy botë paralele. Realisht këto dy botët paralele kanë qenë të përfolura edhe më herët. Janë këto dy botët e jetës normale dhe botën me jetën e inteligjencës artificiale që në fakt ne e krijojmë të gjithë edhe po e shijojmë. Policia e Kosovës, drejtoria e kryeqytetit deri më tani nuk ka pranuar ndonjë ankesë apo informat nga qytetarët lidhur me këtë çështje. Megjithatë, policia mbetet e përkushtuar në ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike dhe gjithmonë e hapur për bashkëpunim me qytetarët. Çdo informacion që mund të ndihmojë në parandalimin apo ndriçimin e rasteve të ndryshme është i mirëseardhur dhe mund të raportohet përmes numrave zyrtar në policinë apo në stacionet policore. Policia inkurajon qytetarët që të raportojnë çdo shqetësim
apo dyshim dhe garanton se çdo informacion do të trajtohet me shumë seriozitet, ka deklaruar zoti Plana. Ndërkohë, lidhur me raportimet në disa media për një fantazm, pretendohet se shëtit në për rrugët e Kosovës, ka reaguar edhe Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës. KMSHK ka vlerësuar se raportimet të tilla janë të pasakta, pasi bëhet fjalë për përmbajtje të gjeneruara përmes inteligjencës artificiale, të cilat janë shpërndarë në rrjetet sociale dhe më pas janë marrë nga disa media për verifikim të mjaftueshëm. Sipas KMSHK-s, ky institucion ka pranuar shqetësime nga qytetarët lidhur me këto përmbajtje, duke theksuar se raportime të tilla mund të shkaktojnë konfuzion dhe panik tek i gjithë publiku. Mediat duhet të kenë kujdes për përmbajtje të ngjashme, t'i verifikojnë dhe të mos i shpërndajnë sepse mund të shkaktojnë panik. KSHMK bën thirrje që raportimet të bëhen të kujdesshme, të jenë korekte dhe të bazuara në kodin e etikës, thuhet në reagimin e KMSHK-s. Do me thënë, është një diçka që na ka befasuar të gjithëve, është një inteligjencë artificiale, nuk është e vërtet. Tani djali i cili e ka krijuar këtë inteligjencën, do me thënë është me inicialet me E, unë nuk mund të them emër të tij sepse duhet të ruajmë patjetër seriozitetin në këtë mes dhe duhet të ruajmë këtë emër. Nuk ma merr mendja që do të ndëshkohet, nuk ma merr mendja që do të dënohet, se nuk ka arsye në fakt pse duhet të dënohet. Sot inteligjenca artificiale është shumë aktive, sot rrjetet sociale janë shumë aktive dhe me patjetër që njerëzit janë në gjendje që të bëjnë gjithçka, që njerëzit janë në gjendje të bëjnë çdo lëvizje dhe rastet e këtilla, domethënë janë tepër të çuditshme për publikun shqiptar. Unë uroj me zemër që kjo ngjarje të mos rikthehet më, sepse ka hapur një panik jashtëzakonisht të madh tek shqiptarët, domethënë për ta sqaruar edhe një herë, nuk është fantazmë reale, është me inteligjencë artificiale e gjitha e bërë dhe nuk është një diçka që duhet të trembemi apo ta marrim kaq shpirtërisht sa që domethënë ne të jemi të çuditur se në fakt çfarë po ndodh dhe çfarë po bëhet në botën e jashtme. A ekziston një njeri paralel që ka ardhur nga një botë që është gjysëm trup kafshë dhe gjysëm trupi njeri, apo domethënë është e gjitha kjo një inteligjencë artificiale? Realisht është e tëra kjo inteligjencë artificiale.